Situata e krijuar nga virozat, kryesisht ato gripale, ka hapësuar rënje të ndjeshme gjatë kësaj jave që po lëm pas. Në urgjencën e poliklinikës së qytetit, si pika më e afërt për të marrë shërbimin, vihet re një normalizimi i fluksit të pacientëve, por megjithatë, ende duhet patur kujdes. Situata paraqitet e përmirësuar, por përsëri duhet vëmendje sepse gripi në pranverë përsëri evolon dhe për si ka kënë, situata është më mirë, është në ramje, paraqitet me temperaturë, me dhimbje barkut, me dvilla. Mark Vukaj thekson se pacientët në gjendje gripale duhet të paraqiten pranë qendrave shëndetësore të lagjeve, por në rastet e komplikimeve apo rëndimit të gjendjes duhet të therasin menjëherë urgjencën. Patjetër, me temperaturat të larta, duhet paraqiten në urgjencë të spitalit edhe therasin urgjencën 127. Përveç urgjencës së poliklinikës, vjet re një rënje fluksit të prekurve nga gripi edhe në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës, ashtu si edhe në qendrat shëndetësore të rajoneve.